Mirëmëngjes miq të dashur, mirë se erdhët. Vila 24 starton dhe për këtë datë 2. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur, kënaqësi. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek këndi joni gatimit për të parë si ta këto përcjellim për juve sot, data 2 sot. Vërtet kemi ngrënë, kemi shijuar që nga data 25 edhe këtë jemi bërë plot me shije që do na ngelin në kujtim faktikisht, sepse më shumë kemi gatuar si të gjithë ato gatime tradicionale faktikisht. Bëjmë dhe mire, bëjmë që fund vitin të mbarojmë me gatime tradicionale dhe të shijojmë ato, sepse ato na përkasin ne si popull dhe ato janë të si thua të shijeve tona, të duarve, të gjysheve dhe të nënave tona. Dhe neve sot fillojmë për të treguar një recet që do ta bëjmë me bukë misri, na i ke ajo e mishit e këtyre byreqeve njërën tjetër, tani bëjmë një bukë misri që ta shijojmë me kos, se jo. Bukë misri që unë këtë do ta bëj edhe me ullinjë, edhe me djath, edhe me kos, do hedhim një dy kokravez, miell misri edhe miell gruri, pra do të bëhet një kek, nuk është bukë faktikisht. Këtë mund ta themi një kek me miell misri, sepse të gjitha produktet e kekut i ka brenda. Do të ketë vaj, do të ketë gjalp, do me thënë masë të barabarta, mund ta bëni vetëm me gjalp ose vetëm me vaj. Këtë e përzidhni juve sipas mundësive që keni në familje tuaja. E rëndësishme është që të kemi miellin e misrit, kosin, djathin, ullinjtë, rigon. Sot buke do hedh këtu, prandaj them që te buke e misrit nuk hedhim sot buke, te ajo tradicionale. Te kjo do të hedhim, edhe prandaj them që nuk është bukë misri, po është kek. Një kek i kripur, me ulli edhe me një miks të mielërash. Madje kote thash bukë misri atje që kam shënuar në atë, po thjesht që t'u jap atë idenë Anvisa. Kjo do të ishte më mirë që të thuhet një kek i kripur me miell misri. Ja, kështu. Do të ishte më mirë si titullimi i recetës. Tjetër gjë ç'do bëjmë sot? Tani, na ngelim në një speca, në një kërputje kemi marrë neve që për këto ditë, domethënë për këto tryezat, na ngelin ato gjëra që ne na ngelin. Fillojmë dhe i sajojmë një diçka për të kaluar, si thua, vaktin e drekës. Në një specë si jeshile të kuqe, ato që kemi marrë, në një kërpull, pak spinaq na ka ngelur, në një fileto pule qoftë të pregatitur, do me thënë nga filetoja e gjelit të detit, ose në një nga pula e pjekur. Po, unë për momentin nuk e kam faktikisht, do ta pregatis. Por juve nëse ju ka ngelur, mund ta asajoni këtë lloj recet, që unë do ju tregoj pak më mbrapa. Shumë mirë. Është shumë e thjeshtë edhe kjo. Tani, duam një ëmbëlsi, na ka ngelur fruta, kemi marrë fruta pafund, domethënë, që të kishim tryezat tona plot ashtu siç e kemi neve shqiptarët. E kemi atë si thuash që tryezën e fund vitit e duam që ta kemi plot me fruta, me gatime të ndryshme. Kështu që ato që na ngelën unë mendova që t'i bëj një krem me fruta. Që do të thot me krem me shije portokalli e them unë, sepse do të kemi lëngun e portokallit dhe fruta që na ka ngelën, në një banane, në një moll, po kemi pas në një rusha. Çfarë mund të ndodhen juve në shtëpi? E rëndësishme është që të kemi 2-3 lugë niseshte, sheqer, që varet sipas dëshirës gjysmë gote ose 2-3 lugë në masë të barabartë me punën e niseshtes. Kanel do të bëjmë një kanel dhe ara të thërmuara, nëse na kanë ngelë dhe pak ara, për ta servirur në fund. Do ja tregojmë edhe këtë, është shumë e thjeshtë edhe kjo si recet. Pra i presim të gjitha këto në kubik të vegjël ose në copsa dhe përgatisim atë kremin me lëngun e portokallit, niseshten, sheqerin, po doni mund të shtoni në një vanile brenda, ose më mirë shtoni atë cipën e portokallit, sepse vërtet do të ketë aromë më të mirë dhe është ajo aroma e shijes portokallit. Fillojmë, unë them të fillojmë thamë shumë edhe thonë zyrtarisht le të fillojmë gatimin. Pastaj do lexojmë recetat, Katerina na foli na lodhi pse s'filloi të punoj. Jo, nuk e thon atë për ti, po nuk e shpjeguam ne ç'kuptim ka. Se do ta kuptoni ju se çfarë do përgatisim ne, nëse nuk themi përbërësit, nëse nuk themi recetat, nëse nuk shpjegojmë pak që në fillim mënyrën se do të përgatiten, e më pas të qëndroni ashtu teksa ju bëheni gati për drekën tuaj sot, teksa shkëmbeni ato mesazhet e radhës, teksa uroni gëzuar njëri tjetrin, provoni dhe shijoni diçka nëpër shtëpi, shikoni çfarë kanë mbetur nga mbrëmjet e mëparshme, improvizoni drekën apo darkën për sot. Kështu që të gjitha këto e gjithë kjo atmosferë që ne kemi në shtëpinë tonë të përditshme, sikur që e keni edhe ju që duke na ndjekur në këtë moment, e teksa ne gatuajmë, vazhdojmë t'ju propozojmë edhe produktet me të cilat ne i përgatisim recetat tona. Ndajra dalin kaq të shijshme edhe ju ngacmojmë ndonjëherë edhe shije nëpërmjet ekranit, sepse ne dim se çfarë pazari bëjmë, dim se me çfarë furnizojmë vilën tonë të përditshme dhe pikërisht nga produktet që kemi në frigorifer apo në raftet tona të kuzhinës, krijojmë edhe recetat. Dhe cilat janë ato? Po nisi me një bukë misri sot e cila do të shkartiset edhe me miellin e grurit, me miellin për çdo përdorim.
për ta bërë më të shkrifët, më të shishëm dhe për të dhënë atë lezetin, pse jo të një shije keku që Katina përmendi pak më sipër, dhe është pikërisht mielli Ola nga kompania Atlas që na i siguron të gjitha recetat me bazë bruri, që nga ato integrale, që nga ëmbëlsirat e deri tek recetat me miellin e nisës, siç do të jetë edhe kjo që po përgatisim sot. E përveç miellit, që është i pari në listë kudo Ola, kompania Atlas prej disa javësh na vjen në shtëpi me një produkt të ri, po aq të rëndësishëm në fakt, e sigurisht që vjen nga mielli, edhe pse vjen nga mielli i cilësisë maksimale, pra janë pastat nga semola e grurit nga kompania Ola. Në të gjitha format që ju dëshironi të përgatisni pjatat tuaja të preferuara të pastave në kuzhinë, që nga spaghetti, nga linguinet, rigatoni kam këtu përpara, fluturat, ato tubat që i përdorim shpesh edhe për ato makaronat në furrë që salcat shkartisën dhe kalojnë në brëndësi të makaronave janë realisht shumë të shishme. Çdo pako makarona na sjell një recet në mendje, kështu që mjafton të zgjidhni pastat e Olës dhe do të shkëlqejnë recetat tuaja dhe asnjë kafshat nuk do mbetet në pjatën tuaj. Do të vazhdojmë më tej me të tjera falenderime e me të tjera sjellje në vëmendje të produkteve që ne gatuajmë në Villa 24, duke ju kujtuar vezën e cila na siguron një cilësi maksimale në të 4 stinët e vitit. Ovital, me një eksperiencë të gjatë në tregun shqiptar, me një ambient super miqësor si për kafshët ashtu edhe për natyrën, vjen me vezët e saj në treg. Është siguruar që të ketë jo vetëm një shpejtësi maksimale për të ardhur në duart e konsumatorit, por Ovital është tepër i kujdesshëm edhe në mënyrën se si i ambalazhon, i ruan edhe i sjell tek ju, gjithashtu duke ju përshtatur dhe të gjitha kërkesave të konsumatorëve në paketimet e tij, që nga 8 deri në 15 kokra, preferenca juaj mund të jetë një vezë bardhë apo e kuqe. Ajo që Ovital siguron mjafton të ketë emrin mbi kuti, është cilësia maksimale e të gjitha vlerat ushqyese të domosdoshme që veza na sjell në organizmin ton. Nuk ka një shtëpi pa bulmet, nuk ka një frigorifer pa qumësh, pa kos, pa gjiz, djath edhe të gjitha nën produktet e qumshtit që lufra na i sjell çdo ditë kudo që ndodhemi në mbar vendin. Nuk ka asnjë ambient që të mungoj logo e lufrës, sepse të mirat janë të domosdoshme në jetën tonë, pa që të mirat themin edhe kur festojmë, e gjithë të mirat. E në fakt të mirat në shëndet na i sjell lufra, kështu që mos nguroni të jeni besnik e kësaj kompanie, si të vazhdoni dhe bëni prej shumë vitesh. Jemi në ditë pushimi, jemi në ato ditët ku fëmijët janë në shtëpi gjatë gjithë kohës dhe shumë shpesh duan diçka për të ngrënë. Nënat e dinë shumë mirë që përtej pjatave dhe tryezave që janë plot në familje, gjithmonë ka një tek më vete për një bukë ashtu shpejt në dorë, për një sanduiç shumë të shishëm dhe sigurisht që janë salçiçet vudi që na i mundësojnë jo vetëm pasturimin e tryezave festive me salçe të pjekura, të skuqura në zgar, shijojnë shumë dhe ndër të tjera shtojnë edhe gëzimin dhe buzëqeshjen e festave. Bashkë me Vudin do të doja që të festojmë edhe të shijojmë dhe të marrim gjithashtu jo vetëm shije, por edhe siguri në shëndetin tonë, sepse siç themi, shëndeti ynë, siguria jon nis nga ajo që ne konsumojmë. Në fundit baza është ushqimi apo jo. Është e vërtetë Anila. Dhe Kati nuk po e hapte dot kosin. Është ajo që themi pak e saktë. Pra kemi vendosur pak gjalp, një lugë gjalp, sepse kaq kam pasur te kjo paketa. Çfarë bëre ndonjë përzive mielli më duket? Po, tani do t'i themi. Edhe pjesën tjetër lyta, do me thënë edhe tavën, ja, e lyta, mos shkoj asnjë gjë dëm. Dhe pjesa e letrës, kjo tani ka mbaruar. Edhe gjalpin tjetër. Se edhe pak vaj që të më ule temperatura. Dhe gjithmonë në fakt miksimi i vajt me gjalpit në kuzhinë i plotson recetat. Kjo aroma e gjalpit të shkrirë është... Shko se sa aromë të mirë. Shumë e mirë është, shumë e mirë. Ska. Kemi hedhur miell misri dhe kam hedhur edhe një dorë miell gruri. Po. I përzim, ndërkohë kam shtuar vetëm kripën, ndërsa për pjesën e sodës po ja tregoj tani. Pra hedhim edhe sodë, unë tani do ta hedh me këtë, ja kaq. Është mjaftueshëm. Po. Shumë e rëndësishme përzierja e sodës tani. Pra mos të mbetet vende, të hapet mirë. Duhet përzirë shumë mirë që nëse ngelet vende hidheron soda. Kështu që kjo përzierja e mirë para se të shtojmë këto produktet e tjera është gjëja më e mirë. Këtu kam ullin të cilat i kam të coptuara, të prera.
e jo dhe shumë të vogla, Po thuaj se në të gjysmë, kenë, pra le po. themi është hequr fara. I hedhim edhe pak rigon. Rigonin ja hedh këtu. Do t'i shtoj edhe pak, me thënë, Gjalpin dhe vajin. e t'ja hedhim këtu që t'na ullit dhe temperatura. Tani, këtu kosin. Kosin e hapa. Falimderit tani, sepse atë po shikoja. Ky është kosi që dhe unë blej gjithmonë në fakt, edhe pse lufra ju vjen edhe në paketime më të vogla, pra nëse doni thjesht atë tasin e vogël për një konsum vakti edhe të mos ju mbes në shishe, gjithashtu kujdeset dhe për përqindjen e yndyrës, si tek qumshi, tek djathja ashtu edhe tek kosi. Do t'i hedh edhe pak ujë të ngrohtë. Ka njerëz që e kanë pak me merak, apo për shkak të kushteve të shëndetit, do t'i duhet të reduktojnë disi edhe yndyrën, apo sheqern, apo produkte të tjera. Me që kishim tenxhere nga gjalpi, hedhim edhe këtë. Ujnë e vakët, Vakët, po. Nëse doni, mund t'a bëni vetëm me kosë, por edhe pak ujë të vakët, është mirë. Ja, u trazua. Me njëherë. Kaq thjesht, kaq shpejt. E rëndësishme tani është që të shtojmë ullin, të shtojmë edhe djathin dhe e kemi gati. Cili djath dhe përdorim ato Kam hapur dele, kam të hapur këta anila, kështu që do hedhim atë. Ma më pëlqen shumë këtë djathi i deles e lufrës. Ja, tu kam gjalpin edhe ullint. Ja, po të ndimoj edhe pakës me hapje në paketimit. Do t'a thërmosh, besoj? Po, në copza të mdhaja dhe atë. Nuk duhet që t'jetë kështu, bo, sa arum të mirë që kanë zirë. Gjalpi, rigoni. Prandaj që gjalpin hidheni, do me thënë, shkrijeni pak derisa të nxjerrë aroman, pastaj të razojeni me, nëse do përdorni gjalpën, nëse keni, mund t'a ashtu, nëse jo, mund t'a bëni vetëm me vaj. Po sot i kemi në shtëpi. Neve i kemi të dyja. Është ende fillim viti, kemi bërë ca pazare më shumë, kështu që... Një luk gjalp. E shkrini dhe shumë, në rregull e kemi, ja shikon, tamam si brumi kekut. As shumë i plot, as shumë i lëngshëm. E kemi gati. Tani, Anila, thikën, e se marrë këtë. Nuk e ndava, se nga ishë më thej që duaj pak një copa të mëdha, thash mos të thërmoj ndoshta më shumë se shduhet edhe të prish recetën ty. Jo e dashur, s'pëson asin gjëja, për hedhim direkt. Është mjaftueshëm për masën që neve kemi. Po. Nuk ka nevojë ta teprojmë. Ç'është e vërteta, sepse mbasi do të piqet. Kjo konsumohet kështu se është bukë gjellë bashkë, i ka të gjitha. Edhe pse kemi lyer me pak... Mund ta presim bukur edhe ta vendosim dhe në mes të tavolinës, për të shoqëruar gatimet. E kemi lyer edhe me gjatë, do ta spërkatë pak miell, misri. Ky është për çdo përdorim, tjetri është miell misri. Kemi zgjedhur miellin e misrit të bardhë, se ndoshta nga ngjyra jo e kuptoni që nuk është ajo e verdha e misrit, por mund të zgjidhni dhe miellin e misrit të verdh. Po njësoj në këtë recetë. Nuk diskutohet. Është e njëjta që ta vendosim këtu edhe ta kthejmë tani. Sobën të ndezur. Ja, vetëm do e rris pak se e kemi tek 75, e çova 180? Jo, do 200. E çojmë 200 rreth 30-35 minuta do ta shikoni. Në rregull. Tani e kemi 200 gradë. Është bukë misri, kjo nuk është nga keku. Keku faktikisht të bëjmë një kek me miell. Temperatura më e mirë është 170, qameti 180, jo më tepër. Se e djegën. Sepse vjen, si thuash keku, që të rrisë volumin avash avash, edhe ajo është mënyra më e mirë e pjekjes, që të marri volumin avash avash, jo me njëherë. Se kur e merr me njëherë, rëngelet qull, digjet nga pjesa e jashtme, edhe pastaj keni humbur çdo gjë. Ja kështu. Po thuaj se e përfunduar. Dhe ti hedhim pak. Vaj. Leta fshim edhe pak. Po, meraku i katit. Megjithatë mirë është që tavat të fshihen përpara se të vendosen në furrë. Se digjen. Se thjesht na vështirësohet puna kur i lajm pastaj. Po edhe lezeti në fakt. Është shumë... Anila e kam duar tani me miellra, unë mund ta marrësh, po, faleminderit dashur. Mund ta çosh në furrën e lagjes. Ky është gatimi, besoj se e pat, pas pak do të lexojmë recetën. Ndërkohë unë po e kaloj në furrë, temperaturën e sobës e kemi rritur, e kemi çuar pikërisht në 200 gradë, aq sa do t'i duhet bukës që përgatitëm për t'u pjekur. Ndërkohë, le të shohim në ekran recetat.
të japi mundësi të mbani shënim për bërësit që ju duhen për të bërë këtë bukmisri me ullin dhe me djath që ne sa po e vendosëm në pjeki dhe pas pak do ta kemi edhe të përfunduar për ta parë si recet. 500 gram miell misri, 100 gram miell gruri, një lugë çaj baking powder ose sodë buke, ne kemi shtuar sodën e bukës, por mund të shtoni edhe pluhurin pjekës. 600 gram kostë, 2 vezë, 100 gram ullin, 150 gram djath, kemi 2 lugë supe vaj, 50 gram gjalp, krip edhe rigon. Çfarë do të gatuajmë tjetër sot? Katerina na e prezantoi në fillim të gatimit, por ndërkohë receta e plot me të gjithë përbërësit që do t'i duhen është kjo. Fileto pule me kërpudha dhe speca dhe na duhen 2 fileto pule, 3 speca, 100 gram kërpudha, 100 gram spinaq, 1 thelpi hudhër, 1 lugë supe salcës soje ose aceto balsamico, aceto balsamike, 1 lugë supe me mjalt, 3 lugë supe vaj, krip, piper, piper i kuj, speci. Atere, Anila, me që Ata themi dhe këtë? Jo, me që se ishim Okej, mos të largojme nga receta. Nëse s'kan as salsoja, as edhe aceto balsam, nuk ka problem, shtoni uthull. Uthull? Uthull, nuk ka problem, dhe një lugë mjalt, prapë e reglon atë shien, pra bën atë shien majoshe, që me që janë këto specat edhe kërpudha dhe këto na jep. Aceto nuk besoj që e kanë, tani se kanë bërë marinime, salatrat, gjithsesi po, që mos të fute në siklet, që të shkojnë, do me thënë se bëjmë recetën, s'kemi aceto, s'kemi soj, salsë soje, s'ka problem. Okej. Edhe nëse s'kemi asnjë, të lutem na shoqyr që e bëm të shpjegimin se me shumë mundësi edhe kemi ulur kostën, kemi shkuar te uthulla. Se është dhe më e lirë. Receta e fundit, fruta të freskëta me krem portokalli, 500 gram fruta të freskëta, 2.5 filxhan çaj lëng portokalli, 1.5 filxhan çaj ujë, 3 lugë supe niseshte, 3 lugë supe sheqer, 1 lugë supe gjalp, arra dhe kanell për servirje. Ja, kështu, po përzia lëngun e portokallit, se ma la porosikati, që ta trazoj merë pastere, se na kaloj në pjesa e fibrave të lëngut sipër dhe na mbetet lëngu poshtë. Atëherë, nisim. Në fillim fare do në tigan të nxehtë, më përpara hedhim këto perimet. Kërpudhat edhe specat. Ta heqim faktikisht, na duhet më. Kërpudha edhe speca. Speca shumë ngjyrë, sa më shumë ngjyra të ketë, aq më bukur ngjan gatimi, pjata gjithmonë. Por dhe nëse s'kan dhe kanë vetëm një ngjyrë, s'ka problem, mund ta bëjnë. Domethënë me ato që ju ndodhen juve në shtëpi. Por gjithmonë themi që kur kemi ngjyra, kemi shije, kemi vlera ushqimore, sidomos speci kuq ka vlera të mëdha ushqimore, ka vitaminën C, më shumë akoma dhe se portokallja. Speci i kuq. Speci i kuq, po. Studimet e fundit që janë bërë tregon që ka vitaminën C më shumë edhe se portokallja. Interesante. Edhe për vitaminën C, në këto ditë dimri kemi nevojë, e dim që është një mbrojtës i mirë i imunitetit, kështu që në një tigan që nuk ngjit, fileton e presim kështu në fetza. E vendosim, nuk hedhim. Ka më lejo tash edhe një herë sobën se bëri bringëlliu, edhe kur kjo bën zhurmën, pa, është fikur. Vetëm një sekund. Ashtu. Fileton e kemi të freskët, shikojeni sa të mire kemi. Tani kemi të dyja të ndezura, nëse do na fiket sërish, do ta kalojmë një prej tiganëve në krahun tjetër, se janë të dy të mëdhenj në fakt. Nëse ndodhi ai për momentin jemi në rregull. Tani do t'i lëm neve të qëndrojnë. Duam që të piqen nga të dy anët të filetoja, edhe ndërkohë edhe këto perimet. Tani do t'i hedh pak vaj. Ama duhet, faktikisht këto do t'ishte mirë të hedhim me pak piper të kuq. Kam vendosur atje në fakt, kam dhe piper të kuq. Po, në recetë kemi në fakt edhe piperin e zi edhe piperin e kuq. Edhe piper të zi edhe piper të kuq. Nga të dyja krahët. Nëse juve do ta keni, do me thënë, keni fileto pullet, do me thënë, të pjekur, nuk ka nevojë që të bëhet ky veprim. Kalojmë, do me thënë, direkt atje tek pjesa e perineve, ka vërdisim ato, shtojmë pastaj fileton e pullës, në fund fare do shtojmë spinaqin, sepse spinaqin nuk do shumë kohë,
sidomos kur kemi edhe atë spinakin e vogël, 2-3 minuta, aq do spinaki që të bëhet gati. Nuk i bëjmë shumë, do me thënë nuk i zjem ose i pjekim shumë tani pjesën dhe e këtyre perimeve. Edhe këto nuk duan shumë bërë gati. Në rregull jemi këtu. Që të bëjmë ne Anila, të marim të pastrojmë do një frut, të bëjmë frutat gati, apo të marim si jemi me kohën? Kalojmë për të... Okej, ja, do marrim vesh si jemi me kohën dhe pastaj në varësi të kohës, ne do kuptojmë se çfarë kemi mundësi të bëjmë gjithmonë duke qenë përpara syve tuaj. Ndërkohë Anila, ndërkohë që diskutoj dhe thoj, neve shtuam dhe 2 kokra vezë të keku. I shtove dhe 2 kokra vezë? Po, nuk e di nëse ambisat... Po në recet e kishim, kështu që ajo kuptohet që në përgatitje të brumit ka edhe vezë. Se një moment, po ashtu dhe nuk thash që shtuam vezë. Okej, ja, e përsëritëm tani. Kështu që ndëjnë tani pash vezët, po dale se do të thoshja që parë edhe nuk të thash. Kaj që, ja, e tham tani. Po që vezët janë të mira dhe bëhet shumë e mirë. Po dhe por nuk i hodhët, nuk ka problem pare, sepse bëhet edhe pa vezë. Por me vezë është një tjetër shije. Duhet t'i ngjasoj pak edhe pamjes dhe shijes së një keku, kështu që kek pa vezë nuk ka. Brumi me vezë edhe me kos edhe thjesht mielli grurit të jetë bëhet shumë i mirë, qoftë dhe për një kulaç të shpejtë, qoftë edhe për ato bukët e vogla që mund të zëvendësojnë bukën klasike në tryez, me një salë sipër, në formë brusketash, pra të jemi pak kreativ me ato përbërës që kemi. Kur themi miell, kos, vezë, aq, u bë brumi edhe ndërtuam një pjatë më shumë në gatime. Pra jo domosdoshmërisht duhet bëjmë shpenzime pafund, duhet shohim në internet video të huaja se çfarë gatuajnë për të bërë përshtypje në kuzhinë. Me ato që kemi ndërtojmë receta të bukura, festive, të shijshme dhe të shëndetshme. Edhe ekonomike. Është e vërtet, me ato që na ndodhen në shtëpi, 1-2 kërpudha, 1-2 speca, po, ja pak kjo receta sot është të ricikluese. Me ato që na ngelën nga tryeza e Krishtlindjeve dhe ditit të ri, përgatisim një recetë. Kjo shkon, do me thënë, kombinon shumë mirë, kështu shijohet mirë, por mund të bëjmë akoma dhe një oriz, nëse duam, do me thënë, që ta shtojmë, bëhet një oriz dhe dalin goxha të mira. Madje këto tani se si i bëm neve, mund t'i bëjmë dhe një sufle me makarona. Po. Do me thënë, filetoja këto, filetoj që mund të na ketë ngelur, nga pjesa e gjelit të detit, me këto kërpudhat, me specat, me këto të gjitha bashkë, i bashkojmë dhe përgatisim një sufle me makarona, duke shtuar pak qumësht dhe pak gjalp dhe djathë. Dhe me këto për shumë bëhet shumë mirë, këto tava që bëhen jashtëzakonisht janë dhe të gjëra si makarona dhe mbushen nga brenda me lëngje edhe në furrë bëhet shumë e shijshme. Mua këto më pëlqejnë në fakt. Edhe diçka tjetër dhe faktikisht e mendova kështu, po që mund ta bënim edhe në këtë mënyrë, në vend të panës mund të për shembull të keni një gotë qumësht edhe t'i hidhni një lugë të supës niseshte, e trazoni dhe ja hidhni dhe ajo do të bëj atë kremën si ku keni hedhur pana brenda, por në vend të panës do shtoni gjalp. Kjo është e rëndësishme, sepse ka nevojë pana çështë, e kemi thënë gjithmonë, pana kthehet në gjalp. Po. 2 minuta kohë. 2 minuta kohë. 2 minuta kohë, na u zbutën këto neve tani, edhe filetot janë bërë shumë të mira. Nga kjo anë kanë marrë më tepër. E lami çik më shumë, bëm pak më shumë muhabet. Ja. Tani është momenti që do t'i shtojmë, me qëse neve kemi salsë soje, do jedhim salsë soje dhe nuk do t'i hedhim krip, se dim që është e kripur kjo. Në rast të kundër se nuk keni, nuk ka problem, thamë do e bëni me uthull, dhe do shtoni krip. Edhe në rastin e acetos do shtojmë krip. Aceton do t'a hedhim në momentin e fundit. A duhen të dyja tani? Tani unë do t'i përdor të dyja me qënë se i kam, por thamë që nëse nuk i kemi në shtëpi, do përdorim uthull dhe do përdorim edhe krip. Uthull do t'a hedhim tek perimet. Në fund fare, te perimet me bashkë me filetot, edhe do shtojmë edhe një lugë mjaft që të lidhen shijet. E kuptoj. Tani këtë e lëm që të avulloj kjo. Pak krip, më falni piper. Këtu është momenti që mund të shtojmë edhe piper të kuq. Ja, diku, e kam këtë piperin e kuq, unë Anila, ja e kam këtu. Kam pak piper të kuq. Që s'kemi ne? Qa nuk kemi ne? Ne ca herë hapim dollapet dhe na zbulojnë një gjë e re që edhe mund ta kemi haruar. E hodhëm dhe piperin e kuq.
Ashtu. Atëherë, bëjmë Do bëhet bashkimi. një shkëputje publicitare. Edhe kthehemi e vazhdojmë kur të vim kat? Në rregull, po. Si thua? Po. Okej. Pak minuta ndahemi nga kuzhina, por ju mos u largoni, do të mbarojmë recetat, kemi ende punë për të bërë, ende shije për të zbuluar së bashku, qëndroni me News 24, ju presim këtu. Dhe ne jemi rikthyer në studio për të vazhduar gatimet aty ku i lam, ndërkohë që Kati po kujdeset që ta ndiqni edhe gjatë kohës që shton spinaqin tek kërpudhat, specat dhe filetot që u skuqën fillimisht në tigan më vete, perimet edhe fileto, dhe tani siç e shihni janë bashkuar të gjitha bashkë Kat, duke shtuar edhe spinaqin. Tani është i fundit spinaqi. Do ta lëmë domethënë të ul vëllimin spinaqi, do ta trazojmë me të gjitha bashkë. Ne do ta kemi gati për ta serviru, po më përpara do t'i shtojmë neve tham këtu edhe aceto. Dhe tham që juve nëse nuk do ju ndodhet, mundet të hidhni një lugë mjaltë edhe një lugë ushqy. Dhe përsëri do të kemi një rezultat shumë të mirë. E trazojmë tani që të na. Kati, kam vetëm një pyetje, sa sasi frutash të dua, që ti bëj kokra të plota apo gjysma? Mos hidh portokalli nga që do kemi lënë portokalli, rush hidh. Rush, unë kam edhe gjysmë banane dhe gjysmë moll. Po deshet hedhin dhe pak moll jeshile, se tjetër shije ka njëra tjetër tjetër. Ndërkohë që neve këtu jemi bërë gati, do t'i shtojmë tani edhe mjaltin. E shikon sa shpejt që bëhet spinaqi, nuk ka nevojë të qëndrojë më, është gati. Spinaqi ashtu? Ashtu, pak prekjen e piperit të fundit. Këtu kam aceto, do marrim lugë tjetër se s'dua që të. Këtë mund ta hedhim edhe në pjatë, po dhe tani në këtë moment karamelizohet. E kemi gati, kaq ishte. Ndërkohë frutat i kemi për recetën e fundit që do të sjellim, recetë që ne e lexuam pak më herët, por do ta rikthejmë përsëri. Thjesht po ju shpjegoj që frutat e freskëta, në këtë rast moll, rush edhe banane, po i presim në copëza më të vogla, në kubik, siç themi ndryshe, jo të vegjël fare. Faleminderit Anila për ndihmesën. Të lutem. Po mos të kisha ti se çfarë do bëja unë këtu, ha. Po mos kisha ty. Ti pa mua bën. Jo. Pa unë ku ti gjej të ide gatimi. Nuk bëj zemra ime. Shiko tani, këtu që kam lënë këtë në mesë, po të kishit pak oriz të ziher, ose pilaf siç e bëjmë neve. Ja shtojmë aty në mes atë. E shtoni edhe ç'të shijonit. Bësh shumë mirë. Po, një pilaf shpejt. Bëjeni juve pilafin. Neve kemi bërë shpesh pilaf këtu dhe prandaj se bërëm sa të duash. Sa e bukur doli? Ja ta heqim këto tani. Shumë e shishme duket kombinimi. Spinaq, fileto pule, kërpulla. Më mbante drejtimin se zota mbaja do drejtim. Mirë, mund ta servirin edhe në një pjatë kështu, domethënë të stërgjatur. Unë atë mendova, se po diskutonim gjatë reklamave se në çfarë pjate ta shërbejmë. Unë i thash Katit në një 4 ore të gjatë, po jo, gjithmonë bën me kokën e vetë, s'do, nuk do ide. Nuk i do ide të mia. Jo, më jo, i dua. Kështu. E mbaruam tani këtë iku kjo. Kemi vendosur një bukë në furr. Tani të vendosim një çik atë neve Anila. Çfarë do? Dua lëngun e portokallit. Po ta them, po harrova. Edhe një përzierje të fundit. Susam do t'ishte mirë që t'i hidhim. Po duhet ka vërdisur. Po dhe do një arë nuk do ishte keq. Ja kemi atje. Më pëlqen dhe ideja me arë. Bravo Anila. Arë, sheg. Kemi sheg, kokra shege. Mos na duhen arat për këtë, apo na teprojnë casa për? Kemi. Okej, ja të shtojmë casa. Mendoj që e bën pak më... Kalojërë. Bravo.
E Sa për shikon? njësë për katja, sa për ta ngacmuar pak. Kesa 2 mendje. Kishin në pirunin. Piruni i detyrës sime. Ja, kështu. Ska gjë. Atëherë. Me. Edhe ca kokra shege. Be, pastaj. Sigur kemi. Edhim tani. Kemi. Kemi. Akoma mbajmë neve. Mbajmë si nënat në shtëpi që mbajmë. Ne nuk e kemi mbajmë të thënë. mshefura. Anash tani. Në gjyrën e fundit. Në seshten se do më ngrohet edhe stretet pastaj. Edhe sheqerin. E mirë tani. Se që bëm neve. Ca kokrizat të vogla dhe e Bëjnë diferencën. Bëjnë një shije, një pamje tjetër, po edhe shije se shega është ndër ato fruta që shkon me të kripura, me të ëmbla. Në furrë kemi vendosur një bukmistri, kështu e kemi në recet, edhe pse kemi një përzierje të mistrit me mielin e grurit, kemi kos brenda, kemi vezë, kemi ullinj dhe copëza djathi deleje. Tani imagjinojeni kur të piqet, të prihet bukur, të serviret në tryezë bashkë me këtë pjatën që ne përgatitëm, sa shumë e këndshme do të bëhet si shija ashtu edhe pamja e tryezës suaj për sonte në drek, për sonte në mbrëmje, për një ditë çfarëdo, se nuk është e thënë të gatuajmë vetëm për festa. Po. Mbaruam festën, tani fillojmë. Tani është çfarë ka mbetur nga frigoriferi. Tani sot bëm ato që ngelen. Nëse bëni një grosh, bëni një, do me thënë thjerza. Po një supë. Një ato supë. që stomaku ka nevojë. Ashtu. Po. Bëni një turli. Bëni patate. Ne me siguri të hënën me fasule do ta nisim. Fasule, S'është thjerza, patjetër. Pse jo? Mirë. Tani çfarë po bëjmë këto? Kemi hedhur lëngun e portokallit, kemi shtuar edhe niseshte, kemi shtuar dhe sheqer dhe bëjmë një krem. Një farë krem. Që do të na duhet për frutat? Po doni, mund të shtoni thash ndonjë vanile, po doni mund të shtoni cipën e portokallit, por s'ka nevojë sepse kemi edhe këto frutat që i hedhim edhe këtu, por fruta anila me një lugë lutem edhe vendos këtu, që t'i hedhim direkt atje. Atëherë duhet të zgjedh nga një pak nga çdo frutë që kemi. Po, të trazuara, faktikisht. Se ne do i servirim atje, por sigurisht që do t'i pregatisni këtë kremin, ja hidhi këtyre frutave sipër, i spërkasni me kanellë edhe me ara dhe qatë të hani, do me thënë. Si thuash një shije me pak gjëra, por shumë e shishme, edhe diçka ndryshe, do me thënë, janë fruta të freskëta me një krem, që kur qëndron, do me thënë, dhe ftohet, bëhet shumë e shishme dhe e kënaqshme për të gjithë. Për mbas dite faktikisht, për nga ora 10. Më thuaj sa do të t'i mbush? Mjaftueshëm, sepse do hedhim dhe kremin që mos ta bëjmë me mjaftueshëm. Pak nga të gjitha. Pak zmoll jeshile, ndonjë kokë rrush. Ja dhe pak do kjo që të na banane. Ndryshoj ngjyrën. Kështu, e kemi në rregull. Më mirë të ketë më shumë fruta, se janë shëndetshme. Po dhe këtu lëng portokalli, kemi pak sheqer kam hedhur, nuk kam hedhur shumë. Dhe më duhet dhe pak gjalp këtu tek i kremi. Do i hedh pak gjalp që të më shkëlqejë. Gjalpin e lufrës, ende të pahapur, paketimin e dytë. E bën edhe më të shishëm, por ja dhe pak edhe u bë sa, do me thënë 1-2 trazime dhe e kemi gati. Si jemi me kohën Anila, jo? Që bën ati, kemi... Ajo piqet. Shohim pak recetat në ekran, edhe një herë nga buka e mistrit, tek pjata që kemi përfunduar me speca, spinaq, kërpudha e deri tek ëmbëlsira e fundit që jemi ende duke trazuar derisa të jetë gati për të mbushur gotat. Buka e mistrit me ullinj dhe djathë është përgatitur me këto përbërës: 500 gram miell mistri, 100 gram miell gruri, një lugë çaj baking powder ose sot buke, 600 gram kos, 2 vezë, 100 gram ullinj, 150 gram djathë, 2 lugë supe vaj, 50 gram gjalp, krip edhe rigon. Fileto pule me kërpudha dhe speca, na duhen 2 fileto pule, 3 speca, 100 gram kërpudha, 100 gram spinaq, 1 thelpi hudhër, 1 lugë supe salcë soje ose aceto balsamico, ose uthull thjesht fare nëse nuk keni asnjërin prej tyre, kështu na rekomandoj Kati, 1 lugë supe mjaltë, 3 lugë supe vaj, krip, piper të zi dhe piper të kuq speci. Në rregull Anila. Edhe frutat e freskëta me krem portokalli, 500 gram fruta të freskëta, 2.5 filxhan çaj lëng portokalli, 1.5 filxhan çaj ujë, 3 lugë supe niseshte, 3 lugë supe sheqer, 1 lugë supe gjalp,
edhe ara, kanel gjithashtu për servirje. Atere, kremi është bërë gati, jemi vetëm në momentin që do të hedhim Gjalpin? Gjalpin, më them një luk, po këtu do hedhë më pak se një luk, sepse kam gjysmën e sasisë së kremit. Kështu që, ja, do hedhë një cep. Ta ishë bukën? Mos në ligjet? Po është bërë, Anila? Mos merë leje, sepse ti i di më mirë nga unë gjëra. Mua më duket në regull. As e vë në dyshim, Anila. Hodhëm dhe gjalpin, tani të shkri gjalpi, edhe kemi gati për ta servirur. Shikojeni tani se si është kremi, doja të regoj tani edhe me luk, nuk duam që të bëhet shumë impiksur, duhet një krem. Ka ti shikoj e pak të lutëm? E mirë, shikoj, ndoshta, kemi ko? Kemi ko? Kemi? Po, kemi lërë edhe pak. Ashtu kjo, u bë gati. Mja si duhet, sepse në momentin që do qëndroj, kjo do më pikset. Kemi hedhur gjalpin, mori edhe shije, por sigurisht edhe shkëlqen. Tani... Edhe merë gogja kjo, Anila, shiko? Një garush dhe gjysëm. Po ne, se lëng portokalli është, kështu që nuk është diçka që... Se e mirë duket. Sa e bukur? Edhe e shumë e mirë për fëmijët kjo, Dani. Ande frut edhe krem. I kam bush një lloj. Në pa. Shumë bukur. Mirë është mirë. Tani zbukurimin e bën Anila. Pse? Jo, bëje vetë. Mëja pak... Se ka dalë kaq e bukur se. Se çfarë do i bëjmë më tepër më Anila? Pakës kanel, fruta të thata të grira. Më pëlqen ajo molla që qëndroi ashtu Anila. Sa bukur? Bën atë diferencën. Edhe tani, edhe arat. Se duke qëndruar duke fruta të thata, ara, bajame, çfarë ju kanë ngelur ju, i thërmoni dhe i keni për këto ëmbëlsira të ndryshme. Janë rregull, na erdhi era e kanellës. Sa të bukura dolën, në ëmbëlsirë thjesht fare, me ato topëza fruta që ju kanë mbetur në shtëpi. Me ato që na ngelin. Nisë, ja, besoj se nuk mungon. Anila, harxuam për datën 25. Kurse tani, do nxjerrim llogarinë e muajit. Tani, ato që na kanë ngel në frigorifer, do i shikojmë, do i realizojmë, do me thënë që edhe të ushqemi mirë, dhe t'i kënaqim pjesëtarët e familjes, por mos harxojmë më tani, boll harxuam. Tani do shikojmë të bëjmë ekonomi. S'ka, i kemi në rregull Anila, apo ti? Ma më duken shumë bukur, po. Sigurisht që ja, më përpara, po ma edhe më mirë duken. Ja këtu. Vendosim edhe këtë këtu. Shumë mirë, në mbetën që fruta, po? Ato frutat jo, hedhin më këtë neve. Te frutat, për shembull, ja, te kjo, nëse e keni, do me thënë që t'i vëni për një person, është në rregull. T'i bëni në gota, po? Në gota. Nëse se keni, do me thënë që ta keni për një person, e hedhni tek tasi që keni grirë. Ti hedhim neve, kemi të tjera fruta. Hidhi, do në nxjerr mollët. Ashtu. Si ham do tani. Nëse qëndrojnë, duhet t'i spërkasni dhe me pak ose lëng portokalli, ose edhe lëng limoni. Që mos... Dhe tu tani se kemi... S'kemi shumë neve tani, por s'ka gjë. Edhe këtu hedhim kanel. S'ka gjë vetëm gjanë dhe ashtu. Këtu kemi më shumë krem dhe më pak fruta, këtu kemi më shumë fruta dhe më pak krem. I hedhim tani këtu edhe kanel edhe ara. Ara, fruta të thata, çfarë të kemi? Çfarë të kemi në shtëpi? Që është e vërteta, më pëlqen kanela, Anila. Edhe e pëlqen edhe goxha që e hedh. Edhe është dhe shëndetshme shumë kanela. Edhe për ata që janë diabetik, është goxha e mirë. Mund ta bëjnë kremin, siç e kemi bërë pa sheqer, ta bëjnë vetëm me lëngun e portokallit, një seshte edhe atë lugën e gjalpit. Edhe shijojnë sheqerin që kanë frutat vetë. Edhe të hedhin kanel kështu se si e bëm edhe këtë. Dhe sigurisht që do u pëlqej dhe është shumë e mirë dhe e shëndetshme dhe për ata që kanë problem me diabetin. Tani duam, do ta nxjerrim bukën. Mirë, po vajti ora. Nuk besoj se ka bërë ndonjë diferencë shumë të madhe, por do ta shohim tani. Mirë, anvisat në shtëpi do ta lënë dhe nuk do ta hapin sobën, ta nxjerrin dhe ta vendosin prapë. Ja kaq. Neve për arsyet e kohës. Jo, mendoj që tani është ndryshe. Shikoj Kati nuk e ka, kishte një pjesë pak më të bardhë, është më shumë më mirë.
mori një ngjyrë tjetër. Era. Aromën e mirë na e nxjerrë, është gjalpi, është vaj, janë ullint, është djathi, kosi, pra është bërë si thuash një bukë ose një, si ta themi, kek. Bukë misri, kek, thojni ju si të doni. Por them kek, sepse nga mënyra e ndërtimit ngjason më shumë keku se sa bukës së misrit. Këto ishin receta që propozuam për ambisa. Dhe të lumshin duart, Kati. Faleminderit, dashur, mendoj që pse jo të zënë vend dhe këto në tryezat e tyre familjare. Janë saime, faktikisht nuk janë receta, si thuash, ato prefekte, por me ato që na ndodhe në shtëpi mund të realizojmë gatime për të kaluar vaktin e drekës. Mirë dhe shëndetshëm. Të improvizuara, por kombinime shihesh që nuk zhgënjejnë asnjëherë, siç janë rasti i pjatës kryesore të drekës, pra filetoja me specat, me kërpudhat shkon gjithmonë, mënyra e të kombinuarit apo thjesht një prekje me një salsë ndryshe apo me një sheg, si por e bën të vi në një mënyrë tjetër. Ëmbëlsirat pa diskutim le t'i testojmë, gjithmonë shijojnë, akoma edhe më shumë kur janë të shëndetshme me fruta apo me lëngun e frutave, e sigurisht buka e misrit patjetër kur ka brenda edhe ullin, djath apo produkte tjera që ju dëshironi t'i shtoni, bëhet siç thot Kati, bukë e gjellë bashk. Kati, të lumshin duar, të falenderoj shumë. Faleminderit e dashur, kënaqësi. Të falenderojmë dhe ambisat që qëndruan me ne, nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur dhe miru takofshim këtu të hënën me receta dhe ide të reja, por sigurisht që do t'jenë ato të përditshmet më tani, me pak ndryshime. Do i kthehemi jetës normale nga data 5 janar, megjithatë ne ju presim për të vazhduar të qëndrojmë në shoqërinë e njëri tjetrit dhe gjithmonë kënaqësi për ne të dyja që ditën e nisim me ju dhe përpiqemi të bëjmë më të mirën. Me një gëzuar të radhës, sepse jemi ende në fillim të vitit, shkëputemi nga studio, duke ju ftuar të vazhdoni në shoqërinë e Vila 24, do të kemi në vazhdim të këtij emisioni intervista dhe personazhe për t'i ndjekur nga jashtë kësaj studio, për t'i ndarë së bashku pas hapësirës publicitare.